Prokuroria e Hagës në rastin e krerëve të UÇK-s e ka humb një dëshmitar. A e dini çka ka ndodhur? Me një parashtresë, prokuroria në rastin e krerëve të UÇK-s e ka njoftuar trupin gjykues se nuk po munden në asnjë mënyrë me kontaktu me njërin prej dëshmitarëve në rastin e Thaqë dhe të tjerëve. Sipas prokurorisë, me këtë dëshmitar kishin kontaktuar më herët, kishin aprovuar gjithçka rreth dëshmisë së tij, megjithatë, kohëve të fundit nuk kanë pasur mundësi që të bien në kontakt me dëshmitarin në fjalë. E kanë kontrolluar edhe vendbanimin dhe lokacionet ku ai qëndronte më së shumti, kanë tentuar të bien në kontakt me të gjitha format, kanë tentuar të bisedojnë edhe në telefon, por që kontakti me këtë dëshmitar ka qenë i pamundur. Si rezultat, prokuroria ka kërkuar që dëshmitë e dhëna në të kaluarën nga ky dëshmitar dhe provat e tjera materiale që ndërlidhen me të pranohen si dëshmi në rastin e krerëve të UÇK-s. Kjo pasi prokuroria e ka bërë të ditur se nuk po mund të bie në kontakt në asnjë mënyrë me dëshmitarin në fjalë. Vendimi nëse këto prova do të pranohen në rastin e krerëve të UÇK-s apo jo, është në dorën e trupit gjykues. Për rastet e drejtësisë, të sigurisë dhe të gjykatës speciale, vazhdoni të më ndiqni në profilin tim në TikTok, por edhe në platformat e tjera të nacionales.